Po ju e dini prej nga janë kompanitë, kush janë pronarët e tyre? Dëgjoj, nuk i takon një ministri me trajtu aspektin e afarizmit të kompanive ose një konsorciumi. Ministër, jemi këtu me folë për kontratën që ju e keni nënshkruar për dhënien shfrytëzim të fabrikës për përpunimin e nën produkteve shtazore. Kontrata është milionëshe, apo na tregon fillimisht kush e ka fituar këtë kontratë? Unë me emrat përveçshëm nuk i di, e di që është një konsorcium, ndërsa kompania kryesore, mbi bazën e cilit backgroundit të cilën janë plotësuar kriteret, sipas komisionit vlerësues është një kompani italiane. Ndërsa unë kam nënshkruar kontratë, do thotë si pjesë e respektimit, vlerësimit edhe vendimit qeveritar, që është shumë e rëndësishme dhe theksuese. Është kontestuar madje edhe baza ligjore, pa ata që kanë kontestuar bazën ligjore, herën thirrën në ligj, kur e kanë pa që ai ligj edhe kur ne i kena ofruar dëshmitë që pse nuk është bazuar në ligjin për pronat publike, tani në rikthy tek ligji i pyjeve, ndërsa në ligjin e pyjeve shpusin vetëm disa fragmente. Kena me fol më vonë për çit pjesën e kontestimit. Kështu që unë di që më kanë thonë që për shkak se ministri është shumë rëndësishëm me potencuar se në asnjë fazë ministri nuk merr pjesë. Ministri nuk përcakton kritere, ministri nuk bën vlerësim, ministri në fund vetëm formalisht e bën pjesën e një nënshkrimi. Ajo që është shumë e rëndësishme për edhe në fund sigurisht e merr përgjegjësinë. Po, është pjesë edhe përgjegjësisë, po çështja është kësaj. Do thotë unë nuk mundem me hi në kuptimin me thonë se me marrë CV-ja ose me marrë se kush është emri i përveçshëm ose background-i gjithë secili. Po ju e dini prej nga janë kompanitë, kush janë pronarët e tyre? Do thotë më kanë thonë që pronari kryesor, do thotë investitori, do thotë që do ta funksionalizon fabrikën për mbetjen e nën produkteve shtatëzore, është një italian i cili ka krijuar një konsorcium me një kompani kosovare dhe disa kompani të rajonit. Po sipas ABRBP-s, kompania italiane ka 40% aksione, mjeq që ka Naser Maljoku, që është drejtar i kompanisë që është fituese e kontratës, edhe një kompani tjetër me 20%. Domethënë është njëjtë me Naserin kjo me përqindjet aksione. Dëgjoj, nuk i takon një ministri me trajtu aspektin e afarizmit të kompanive ose një konsorciumi. Se çysh është një kompani. Çysh i ndojnë ata aksionet, çysh i ndojnë ata fitimet, nuk merret ministri. Madje nuk besoj që mundet me u merr edhe ata që e bojnë vlerësimet, për shkak se ata janë hi me vullnet lirë. Në rast se mundi ta zoni me kontaktu, më thon ai i vullnetshëm, po nuk e i vullnetshëm, çështja kësaj. Falem që po ndërhyj, po kam përshtypjen që nuk u të trajtu thelbi i problemit. Thelbi i problemit është që Kosova ka qenë 15 vite mbrapa në aspektin në aspektin e trajtimit ambiental dhe të mbetjeve shtazore. Për 14 vite nuk është aprovu ose nuk është avancu legislacioni në këtë sektor. Do thotë, mbas 14 viteve stagnimi,